Deputetja dhe kandidatja e Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës Edona Bilali ka nisur takimet në rrugët e qytetit me banor dhe biznese përgjatë zonës së Parrucës dhe lagjes Xhabie. Ajo mori mbështetjen e banorëve duke vlerësuar vëmendjen e qeverisë shqiptare ndaj Shkodrës, por dhe kontributin e saj si zë i Shkodrës në parlament. Pavarësisht se unë kam aktivitet privat, nuk kam lidhje kështu interesa gjana, vetëm dëshira jeme është si shoh Shkodrën sa që është të ecë përpara. Me vazhdu gjithmonë se kena met mrapa. Kena met shumë mrapa. Edona Shkodrën. Kena met shumë mrapa. Merci, bëni. Jo, falenderoj shumë. Atë shoh dhe s'puna unë. Po presim për mua mirë, sa të rregullohen këta gjonat, na vinë edhe turistat e gjonat. Ja, ditë tash është fiks momenti që fillon të rritet gjithnjë më shumë turizmi. Kam 5 arsye. E ki 5 arsye, Okej. Me shumë majsi. Para që jeni hapur në ideve tjerëve, e besueshme të që thoni dhe veproni, kreative, duke sjellë ide të reja inovative, e përkushtume për me gjitha përmirësinë që përcjellni me mbështet biznesin në qytetin e Shkodrës. Falenderoj shumë. E kënaqur që ta ke personalisht. Ka që ofër, sepse në aktivitetet tjera, mbledhje tjera, realisht unë kam kene përgjithshme. Falenderoj shumë. Edhe më motivove shumë edhe me këtë fjalë. Faleminderit shumë. Nuk duhet me njohë ngadalësim, vlen çdo vot për mos me ngadalësu punët e mira për Shkodrën. Kena bë për 2 vjet, atë që duhet ishte bën 30 vjet. Por ka shumë më shumë për të bërë dhe ka shumë nevoja Shkodra për me marrë atë që i takon si kryeqendër e zhvillimit ekonomik. Po, mori, inshallah. Faleminderit. Po më shumë se sa inshallah kena nevojë këtë herë për çdo vot. Pse kena nevojë këtë herë? 2 vite u bë shumë. Por është shumë pak krahasu me sa do të ishte bë në Shkodrën 30 vjet dhe kena shumë punë për me rikuperu, për me majtë rinit motivuar me ndajt këtu dhe për me sjellë qytetit pak më shumë zhvillim ekonomik. Na shohim zhvillimin e tonë, do të nuk kena nevojë më hiç me bën për bronzë, bën vëllai çdo derdhës. Jeni mirë. Kështu që në më të mirë ndona me tana do në të rrit fëmijët, në të rrit si dhe shumë me sforcë bile, por kështu vazhdo që jeni mirë, dhe them që jeni në rrugë morën. E rëndësishme është marrë investime në Shkodër. Nuk ka rëndësi unë një tjetër. E ketë garantuar. Po super. Faleminderit atëherë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Deputetja Bilali gjatë takimeve me banorët u shpreh se 11 maj është dita vazhdimit të vëmendjes për Shkodrën nëpërmjet votës për numrin 5.